interpretu nga tjerë. A mendon edhe ju kështu? Edhe sikurse të ishte votuar atëherë pas zgjedhjeve të shkurtit. Edhe tash, prapë se fitues është. Vendosja sigurisht, s'ka dërim, por edhe fakti që a do t'i merrte 51%, se tash i mori 51%, e thaj rekordin e 2021-s. Mendoj që për këtë meritat kryesore, nëse mund të themi, thojza i kanë qytetarët e Republikës së Kosovës. Ata kanë vendosur që vetëvendosja t'i merr 51%. A kanë gabuar partitë opozitare në veprimet e tyre institucional, këtë rast që po thoni jo, në mos votimin e tyre çatër pas zgjedhjeve të shkurtit, ajo është çështje tjetër, por 51% të votave i morin nga qytetarët e Kosovës. Qytetarët ja dhanë këtë fitore dhe kjo tash sillet si fituese në kuvendin e Kosovës. Kjo vetëm një mundësi nuk e ka BV-ja, vetëm një mundësi nuk e ka. Të gjitha mundësit i ka. Por vetëm një nuk e ka mundësi ta zgjidhë vetëm çështjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Dhe kjo tani është në situatë ose të bashkëpunoj me LDK-n dhe apo parti tjera ose ta dërgoj vendin prapë në zgjedhje. Si mund bashkëpunoj me LDK-n? Me që qeveri nuk ka nevojë t'i merr. Njëjtë ka bërë dhe herën e parë kur është mundet edhe një herë të veproj kështu pa... Apet mundet LDK të veproj. Herën e parë ka votu Vjosën pa kur far posti qeveritar. Lidhja Demokratike e Kosovës pa kur far shpërblimi nga Albin Kurti e ka votuar Vjosa Osmanin presidente. Pa kur far shpërblimi. Dhe prap mund ta bëjnë një gjë të tillë. Dhe nëse e bëjnë, ata e dinë pse e bëjnë. Nëse nuk e bëjnë, ata e dinë pse nuk. Përfiton apo humb sipas jush nëse e bëjnë këtë? Tash unë thon të drejtën. Analizë, domethënë nëse presja në skenën politike gati më shumë se një dekadë gjys nuk jam zhytur kurrë në analizë. Dhe nuk kam dëshirë të merrem me analiza se si do të jetë, a gabon a nuk gabon, është fundi unë jam vetë pjesë e garës, vetë përfaqësoj një parti politike fjala. Dhe nuk kam të drejt as moralit, po flas ligjore po nuk kam të drejt moralit të zhytem në analizat e partive politike a gabojnë apo nuk gabojnë nëse e votojnë Vjosën. Por nëse më pyetni mua për partin fjala si është qëndrimi, e din qëndrimin tonë. A do ta votoni ju? Jo, kur as atëherë as tash. Pse? Por nuk ka dhënë asnjë kontribut, as sa ka qenë deputete, as sa është bë presidente. Sa ka qenë deputete i ka mashtruar qytetarët në mënyrën më të keqe të mundshme kinse kundër demarkacionit, delken protest me vetëvendosjen në mbrojtjet e Kosovës, tokës së Kosovës, në anën tjetër e kanë nënshkruar demarkacionin kur ka qenë Ramush Haradinaj kryeministër, e kanë nënshkruar me dorën e saj kjo presidente sot, Vjosa Osmani, ja ka fal 8200 hektar mali të zi.